Dje në ora 19:05 në rrugën Vëllezrit Miladinovi në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin HS, 34 vjeç nga Tetova, për shkak se i është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedim të mëtejshëm dhe ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Dje në ora 17:20 në fshatin Nerasht të Tetovës, zyrtar policor të stacionit policor të Arc kanë privuar nga liria personin ZF, 56 vjeç nga fshati Nerasht, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se në shtëpinë e tyre familjare ka sulmuar fizikisht gruan e tij, 55 vjeçare, me të cilën nuk kishte kuror. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i bëhet kallëzim përkatës. Dje në ora 17:45 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në magjistralen Shkup Tetov në afërsi të mbikalimit të Treboshit ka marrë zjarr në lëvizje automjeti i pasagerëve BMW me targa të Tetovës i drejtuar nga BS, 55 vjeçar nga fshati Slatin e Tetovës. Nuk ka të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga një siti territorial i zjarfiksve të Tetovës. Në vendin e ngjarjes, inspektimin e ka kryer ekipi nga sektori për punë të brendshme Tetov. Dje është kthyer në shtëpi AB, 19 vjeç nga Tetova, për të cilën më datë 28 mars 2025, nëna e saj NB, 51 vjeç, ka raportuar në sektorin për punë të brendshme Tetov se është larguar nga shtëpia.